Falenderojmë Allahun që na krijoi dhe na dha mundësinë të zbukurohemi me edukat dhe moral të mirë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është edukohu. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu transmeton se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Zoti im, o Allahu im, ti që më ke krijuar me pamje të bukur, zbukuroje edhe sjelljen time. Krijuesi e ka krijuar njeriu në formën më të bukur. Pamjen, harmoninë dhe bukurinë që e ka njeriu e kemi marrë pa mund, pa përpjekje, thjesht si dhuratë nga Zoti i botëve. Por njeriu nuk është njeri për nga trupi, për nga pamja, ai është njeri për nga sjellja, ai është njeri për nga edukata dhe shpirti. Hasan el Basriu ne kujton fuqishëm këtë me fjalët: o njeri, mbaje mend, gjithçka që ka vlerë te ti është shpirti yt. Kur ai del prej teje, njerëzit largohen prej teje. Trupi pa shpirt është i pa vlerë dhe i dëmshëm për rrethin. Njeriu pa edukat është i dëmshëm për shoqërinë. Njerëzit nuk duan të shoqërohen me të. Ashtu si në vendet e thata dhe pa ujë nuk ka jetë, po ashtu njerëzit nuk duan të ndajnë jetën me të pa edukuarin. Pranvera është një mundësi ku mund të shohim dallimin mes vendeve të ashpra dhe të papërshtatshme dhe atyre të buta, të bukura e të dëshirueshme për të gjithë. Ashtu si këto vende që zbukurohen në pranverë dhe që të gjithë do të dalim të kishin për vendbanim, edhe njeriu duhet ta zbukuroj veten me edukat të mirë, që të jetë i dashur për të tjerët dhe i dëshirueshëm për shoqërinë. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: a doni t'ju tregoj kush janë ata njerëz që do të jenë larg, shumë larg nga zjarri i xhehenemit? Ai është secili prej jush që është i afërt, i mëshirshëm dhe i lehtë për bashkëpunim. Të jesh i afërt do të thotë të mos ngrihesh mbi të tjerët. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu xhalla shanuhu vërtet ka shpallur që ju duhet të jeni të butë, të përulur dhe modest, e jo të tregoni mendjemadhësi ndaj të tjerëve. Ti konsideroni ata më të ulët se vetja, apo të ushtroni dhunë ndaj tyre. Ndërsa mundjet që po e godasin shoqërinë tonë, mendjemadhësia është njëra prej tyre. Ajo është përhapur në gjithë shoqërinë, sidomos në disa shtresa e më së shumti tek ato më të lartat, tek ata që quhen pushtet. Ne do të ishim të lumtur sikur të ndodhin ndryshime, por lumturinë nuk do ta sillnin ndryshimet nëse një mendjemadh zaventësohet nga një tjetër mendjemadh, por vetëm nëse ndodhin ndryshime në vetë njerëzit, si të vetmet ndryshime të vërteta dhe të sinqerta. Ajo që transmetohet nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mund të na nxjisë drejt kryerjes ndryshimeve. Ai ka thënë: kushdo prej jush që dëshiron që njerëzit të qëndrojnë në këmbë para tij, le të përgatitet për vendin e tij në zjarr. Në tokë ka vende të ashpra dhe të papërshtatshme. Ndoshta ne nuk kemi fuqi të ndryshojmë ato, por ne me siguri kemi fuqi. Vetëm është pyetja, a kemi vullnet të edukojmë vetveten tonë. Që nga kjo krijesë, të cilën i madhruari e ka krijuar në formën më të bukur, të bëjmë në kuptimin e vërtet të fjalës krijesën më të bukur të Zotit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shpesh lutej: Zoti im, o Allahu im, ti që më ke krijuar të bukur, zbukuroje edhe moralin tim.
të jesh i mëshirshëm, do të thotë të dëshirosh dhe të përpiqesh të ndihmosh vëllezërit dhe motrat që janë në vështirësi. Të jesh i dhëmshëm ndaj njerëzve me të cilët ndan jetën dhe që kanë nevojë për ndihmën tënde. Bashkëndjeshmëria është cilësia e njerëzve që janë si tullat e një muri të fortë. Bashkëndjeshmëria është cilësia e njerëzve që ndërtojnë një shoqëri të lumtur. Por realiteti është se ka gjithnjë e më pak. Pikërisht këtë bashkëndjeshmëri dhe gjithnjë e më shumë mbyllje në vetvete, gjithnjë e më pak gatishmëri për të ndihmuar. Kemi arritur deri në atë gjendje sa një fshat nuk arrin të përkujdeset për një të varfër. Kemi arritur deri aty sa nuk jemi të gatshëm në emër të Allahu Gjellëshanuhu të ndihmojmë njeriun që jeton pranë nesh e pastaj në përfshatrat tona gjirohen emisione në emër të popullit. Por ky hadith mund të na nxjisë drejt ndryshimit. Muhamedi a.s. ka thënë, kush e ushqen një musliman ose i jep ujë kur është i etur, do të jetë 7 hendeqe larg xhehenemit. Dhe ndërmjet çdo hendeku ka një largësi prej 500 vitesh. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot, kush e ushqen të uriturin, Allahu Gjellëshanuhu e merr përsipër ta ndihmoj atë njeri. Ndërsa Abdullah ibn Umer ibn al-As thot, një njeri ju afrua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti cili islam është më i miri. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj, Islami më i miri është i atij që ushqen të uriturin dhe përshëndet me selam si atë që e njeh, ashtu edhe atë që nuk e njeh. Është pranver, kur të shikoni rreth vetes, mund të vëreni vende ku pavarësisht se është pranver, nuk mbin asgjë tek ato. Ato janë zona të ashpra dhe të papërshtatshme. Ne nuk kemi fuqi të ndryshojmë ato, por kemi fuqi, pyetja është a kemi vullnet ta ndryshojmë vetveten tonë, të rrënjosim tek vetja, ta vendosim përgjithmonë këtë bashkëndjeshmëri dhe nga ajo që na ka furnizuar Allahu Gjellëshanuhu wa Gjelle Gjelaluhu të ndihmoj ata që në këtë botë janë privuar nga ai furnizim. Njerëzit janë të varur nga njëri tjetri. Njeriu nuk mund të jetoj vetëm. Në shkollë kemi mësuar se njeriu është qenje shoqërore dhe që kjo shoqëri e përbërë nga këto qenje të jetë e lumtur, duhet të ketë gatishmëri për bashkëpunim. Nuk mund të jetosh vetëm. Dhe që të jemi të gatshëm për bashkëpunim, duhet të dëgjojmë këshillat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku Ebu Hurajra radiallahu anhu tregon, një njeri erdhi te Muhamedi alayhis salam dhe tha, o i dërguari i Allahut, më jep një këshill që të mund të funksionoj. Ai tha, mos u zemro. Ai përsëri kërkoi këshill dhe ai tha, mos u zemro. Sa herë që e pyeti, ai i përgjigjej, mos u zemro. Pastaj e mësoi, nuk është forca në atë që erxon kundërshtarin për tokë. I fortë është ai që e përmban zemrimin brenda vetes. Dhe pastaj dha ilaçin duke thënë, zemrimi është prej shejtanit e shejtani është prej zjarrit, ndërsa zjarri shuhet me ujë, prandaj kur të zemrohesh merr abdest. Më shumë se kur më parë, kemi nevojë për këtë bashkëpunim në çdo fushë të jetës, e sidomos në atë që frymëson të ardhmen tonë në këtë vend, që të mos zemrohen, të mos ushqejnë egot e tyre, por të ndërtojnë një shoqëri të lumtur, do të mundeshin këto udhëheqës, sikur ta dëgjonin këshillën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ta shuanin zjarrin e padrejtësive që është ndezur mes tyre. Muhamedi alayhis salam lutej, o Zoti im, ashtu siç më ke krijuar të bukur, zbukuroje edhe sjelljen time. Kjo do të thotë, më jep fuqi të luftoj kundër së keqes brenda vetes dhe të mbjell në vete atë që është e mirë, atë që është e bukur, atë me të cilën ti je i kënaqur. Është e vërtetë se ne nuk mund të kultivojmë vendet e ashpra
dhe të papërshtatshme të tokës, dhe për këtë nuk jemi përgjegjës, por ne mund ta kultivojmë, ta edukojmë veten sipas kërkesave hyjnore dhe pranvera mund të jetë frymëzim për këtë. Shikoni si ajo zbukuron vendet e buta dhe të dëshirueshme për të gjithë njerëzit. Bahu i butë, i dashur për njerëzit dhe i dëshirueshëm për shoqërinë. Për këtë ka shpërblim. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: për sjelljen e mirë dhe edukatën e bukur, tek Zoti i botave ka shpërblim të njëjtë për ata që i kryen ibadetet farze dhe vullnetare. O Zoti i madhruar, na ndihmo që këtë krijesë që quhet njeri ta përputhim me kërkesat e tua, që ajo të bëhet krijesa jote më e bukur. Amin. Wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.